Mirëmbrëma, shikues të nderuar. Mirëmbrëma të gjithëve, ndërtitullit kryesor të revistës televizive do të ndiqte. Mblidhen në Tiranë prokurorët e përgjithshëm dhe ata special të Ballkanit Perëndimor, ambasadori Gonzato deklaron se puna e organeve të drejtësisë ndikon drejt për drejt në procesin e hapjes së negociatave. Dumani propozon aleancë rajonale antikorrupsion. Përfundon verifikimi 94 kutive të votimit në Gramshe, Peqin. Gjatë procesit gjenden mospërputhje në disa raste. KAS do t'jap vendimin për ndikimin e tyre në rezultat. Nesër fillon rinumërimi për Tiranën. 27.000 maturant testuan sot njohuritë në lëndën e matematikës. Provimi u konsiderua me një nivel të lartë vështirësie për një pjesë të nxënësve. Testi me 60 pyetje qarkulloi në rrjetet sociale. Sulmet mes Izraelit dhe Iranit hynë në ditën e 5, vritet komandanti sapo e emëruar iranian. Izraeli kërcënon Ajatollahun me vdekje. 5 shqiptar largohen me sukses nga Izraeli. Short Baltik për skuadrat shqiptare në Conference League. Vllaznia do të përballet me letonezët e Daugavpils, ndërsa Partizani ndeshet me estonezët e Kaljunome. Ndërsa për Egnatia në Champions League, Shorti e ka vënë përballë Breidablik. Ju njohim tani më hollësisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Lufta ndaj korrupsionit dhe puna e drejtësisë janë dy çështjet themelore për vendet që aspirojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Ky ishte edhe konkluzioni që u theksua në takimin e prokurorëve të përgjithshëm dhe atyre special të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe pikërisht ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë Silvio Gonzato ka deklaruar se reforma në drejtësi dhe lufta ndaj korrupsionit e afron më tepër vendin tonë me Bashkimin Evropian. Në Tiranë mblodhën të martën përfaqësues të forumit konsultativ të prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor, të cilët prej kohësh po punojnë së bashku me Eurojust. Për krijuar e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, rruga për në Evropë e vendit kalon vetëm përmes luftës ndaj krimit dhe korrupsionit. Forcimi i sundimit të ligjit është sfidë thelbësore për vendet që duan të antarësohen në BE. Puna jon ndikon direkt në këtë proces. Grupet kriminale përdorin korrupsionin në nivele të larta për të zgjeruar ndikimin e vet apo për t'i shmangur drejtësisë. Ndaj duhet të punojmë së bashku për të hequr këtë ndjenjë pandëshkueshmërie dhe për të ulur ndekun midis politikës, gjyqësorit dhe qytetarit. Presidenti Eurojust tha se kërkohet rritja e nivelit të bashkëpunimit për të luftuar grupet kriminale. Të lehtësohet rruga juaj drejt antarësimit në BE. Ne bëjmë vlerësimin ton vjetor lidhur me progresin për bashkëpunimin gjyqësor dhe dua t'ju garantoj që mund të besoni tek ne. Mbështesim rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian dhe do të ishte kënaqësi e madhe nëse do të bëshit vend antar. Kreu i SPAK renditje dhe punën konkrete të këtyre skuadrave gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti. Nga muaji janar-maj 2025, SPAK ka marrë pjesë në 10 nga mbledhjet e koordinuara të Eurojust. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit, si dhe një skuadër me vend të Amerikës Latine. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit është e gjatë, e vështirë dhe ndonjëherë edhe izoluar. Por kur ne veprojmë bashkë, koordinohemi, ndajmë problematika dhe mbështesim njëri tjetrin, ngarkesa lehtësohet dhe impakti është edhe më i madh. Prokurori i përgjithshëm Olsen Çela tha se ka nevojë për koordinim më të mirë mes agjencive ligjzbatuese. Për Shqipërinë dhe jo vetëm, arritjet e drejtanishme për bën një progres të dukshëm. Kjo do të thotë që sistemet tona të drejtësisë janë në rrugën e duhur të harmonizimit me standardet e BE-s. Ndërsa sfidat mbeten, ky projekt ka hedhur themelet për një rajon më të fortë të sigurt, më afër integrimit të plot në familjen evropiane. Ky është forumi i dytë i mbajtur nga të gjithë aktorët dhe faktorët pas atij që u mbajt vitin e shkuar në Budva. Gjykata e posaçme la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Po ashtu gjykata ka konfirmuar masën arrest shtëpie për Elman Abulen, i cili është përfshirë në të njëjtën çështje hetimore. Argument të ri në seancë, prokuroria paraqiti faktin se apartamenti që ndodhet mbi banesën e Veliajt zotërohet në mënyrë të tërthort nga çifti Xoxa Veliaj. Gjykata e lartë ndërkohë caktoi datën 8 korrik për shqyrtimin e rekursit të Veliajt për masën e sigurisë.
Edhe për ish presidentin Ilir Meta u caktua data 20 qershor për zhvillimin e seancës që do të shqyrtoj kërkesën e tij për të rrëzuar masën e sigurisë atë të arrestit në burg. Sipas avokatëve mbrojtës, janë shkelur afate duke kaluar 8 muaj dhe në asnjë rast nuk është paraqitur nga organi i akuzës informacion 2 mujor mbi çështjen. Gjykata nuk ka marrë sot një vendim për kërkesën e ish deputetit Ervin Saliani për lirimin e tij me kusht. Vendimi u shty për javën e ardhshme. Ish deputeti demokrat Ervin Saliani do të duhet të pres seancën e radhës gjyqësore që do të mbahet pas një jave për të mësuar vendimin mbi kërkesën e tij të lirimit me kusht. Gjykata e Fierit nuk mori vendim të martë pasi institucioni i përgjegjësisë së burgjeve të Fierit, ku Saliani vuan dënimin me heqëlirie prej shtatorit të vitit 2024, nuk kishte depozituar raportin. Mungonte raporti vlerësimit nga JVP-ja Fier, që u shty seanca me disa ditë për ditën e martë, në mënyrë që JVP Fier të sjellë raportin lidhje me kërkuesin zotin Saliani. Saliani zgjodhi të mos ishte i pranishëm në seancë gjyqësore. Avokati Brau shprehu besim se do të konsiderohet kërkesa e tij për lirimin me kusht, pasi tashmë ish deputeti demokrat ka ezaruar 2/3 e dënimit. Ne kemi qenë gjithmonë ide se ai nuk duhet ishte fare aty, por këto kushte tashmë do duhet të bëjmë të kërkesë. Ervin Saliani u dënua me 1 vit heqëlirie për kallëzim të rrem për çështjen babale. Për rritjen e sigurisë gjatë sezonit veror, policia e shtetit ka kaluar në shërbim të përforcuar, sidomos në zonat bregdetare. Kontrollet të shtuara do të ketë edhe në kufi, teksa do të shtohen sportele dhe burimet njerëzore në pikat kufitare. Gjithashtu do të ushtrohet kontrolle për zbatimin e orarit të muzikës dhe ndëshkimin e shkelësve të nivelit të zhurmës. Tashmë punojësit e policisë janë pajisur me aparate të matjes së zhurmave. Blut theksojnë se efektive do të punojnë me turne 12 orarëshe vetëm në zonat bregdetare, ndërsa deri më 15 shtator do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda për transport mallrash në fundjavë. Janë verifikuar sot 94 kutit e votimit Gramshit dhe Peqinit. Nga verifikimet e proces verbaleve janë evidentuar disa raste mos përputhje, por do tjetë Komisioni i Ankimit dhe Ankesave dhe Sanksioneve që do të vendos nëse këto paqartësi do të kenë ndikim në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Në fakt, në Gramsh dhe Peqin është hapur rruga verifikimit të kutive të votimit, nesër do të nisë rinumrimi për Tiranën, për të cilën ka interes edhe për votat mes kandidatëve. Pas përfundimit të procesit të verifikimit të 94 kutive të Gramshit dhe Peqinit me kërkesë të Partisë Demokratike, janë gjetur disa problematika, por për antarin e PD-s në KAS, Elvis Çefa, është ende herët për të arritur në konkluzione. Ne ishim në fazën e grumbullimit të dokumentacionit, pra të provave, që ishte në fakt edhe qëllimi kryesor për cilin unë dhe kolegu im në KAS vendosim që të hapen këto kuti pikërisht për të rivlerësuar, për të administruar dhe për të rivlerësuar provat. Procesi do vijojë pastaj në 2 faza tjera. Subjekti ankimues PDHM ka paraqitur në KAS një kërkesë për pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe që të shkohet te pavlefshmëria e zgjedhjeve duhet eventualisht që ky proces të fillojë në formë piramidale, pra duke filluar nga pavlefshmëria eventuale e kutive të votimit, pra e qendrave të caktuara të votimit. I pyetur në lidhje me pretendimin e PD-s për trenin bullgar, Çefa dha këtë sqarim. Pasi pamjet filmike të vëna në dispozicion nga pala ankuese, ne evidentuam që ka indicje që në qendra të caktuara votimi procesi mund të jetë infektuar, pra mund të jetë prekur. Dhe kjo ishte arsyeja që ne vendosëm të hapim të gjitha kutitë e votimit dhe kutitë e materialeve zgjedhore pikërisht për të parë këto. Kështu që në këtë prizëm unë mund të them që kishte indicje, nëse këto indicje më pas do shndërrohen në prova, kjo mbetet për të parë. Gjithë proces verbalet e konstatimit do i vjen në dispozicion Partisë Demokratike që do të bëjë analizën e gjetjeve dhe më pas kërkesat që kanë do i paraqesin në seancën e radhës në KAS. Në Komisionin e Ligjeve u rikthye debati mes deputetëve për projekt ligjet e mbartura në 4 vitet e fundit që nuk arritën të miratoheshin në këtë legjislaturë. Demokratët kritikuan socialistët se po vënë rrezik dhe raportimet e institucioneve të pavarura në kuvend, duke cilësuar këtë akt si kontroll të qeverisë mbi shtetin.
Ndërsa parlamenti po shkon drejt mbylljes së punimeve të tij sipas rregullores dhe kalendarit kushtetues, deputetët e opozitës u përballën sot me kryetarin e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, të cilës i kërkuan llogari për vonesat e mosrespektimit të shqyrtimit të disa iniciativave ligjore të dorëzuara gjatë 4 viteve të këtij parlamenti. Ligji për lustracionin, për simbolet e komunizmit, dhe një sër aktesh të tjera të rëndësishme se përmend këtu kodin zgjedhor tashmë, sepse dihet se çfarë ndodhi. Ne kemi kohë për të kaluar nisma. Them që vullneti juaj, personalisht edhe juaj si kryetare, ka munguar në të tilla raste. Nuk ka munguar as vullneti as dashamirësia, por dhe unë jam e detyruar të respektoj rregullat se si ecën ky proces në komision. A ju kujtohet vitin e kaluar që kemi miratuar rezolutat e institucionet të pavarura kushtetuese në muajin tetor të vitit 2024, tani jemi në qershor të vitit 2025 dhe kur do miraton këto? Ne do të ecim sipas këtyre procedurave dhe po ecim në fakt. Çdo gjë është kthyer si në diktaturë. Vetë vendos Edi Rama, vetë e mbron Edi Rama. Nuk ka nevojë të themi kush vendos, se është e qartë kush vendos komisioni, vendos seanca plenare. Në Komisionin e Ligjeve gjatë ditëve në vazhdim, pritet të dëgjohen drejtues të institucioneve kushtetuese të pavarura për punën që kanë bërë gjatë vitit 2025. Shqipëria do të hapë së shpejti një qendër sociale të specializuar për të miturit e huaj që hyjnë në vend. Kjo mas vjen si pjesë e përpjekjeve për të forcuar kontrollin, por edhe kujdesin social ndaj minorenëve në kushte të pasigurta. Në qendër të diskutimeve të fundit në Komisionin e Politikës së Jashtme, ku diskutuan ndryshimet në projekt ligj për të huajt, ishte mbrojtja e të miturve. Në draftin e ri të ndryshimeve është parashikuar hapja një qendre sociale specifike, e cila do ofrojë strehim, kujdes psikosocial, asistencë ligjore për minorenët që hyjnë në territorin shqiptar pa shoqërim. Sapo kemi filluar dhe nesër ministri jon bashkë me delegacionin e BE-s lançon fillimin e punës për ngritjen e qendrës për fëmijët e pashoqëruar. Është një qendër që do ngrihet me vendim të Këshillit të Ministrave. Ai fëmia ka nevojë për spital, ka nevojë për shkollë, ka nevojë për gjuhë, ka nevojë për strehim në fund të ditës, ka nevojë për punonjës social që do i ketë mbi kokë. Është menduar që qendra të ngrihet sipas të gjitha kushteve të Bashkimit Evropian. Është delegacioni i BE-s i cili po financon dhe po mbështet. Përveç ngritjes së qendrave sociale, drafti parashikon dhe lehtësira në procedurat për shtetasit e huaj, që kërkojnë leje qëndrimi për punë në vendin tonë. Lehtësimi procedurave pra mos ketë më nevojë për leje unike, por për personat që konsiderohen si investitorë të huaj, të nifet leja qëndrimit, kjo e gjithmonë sipas garancive procedurale, garancive të informacionit. Sigurisht kjo bëhet në bashkëpunim me gjithë institucionet relevante, përfshi policinë kriminale, përfshi shërbimi informativ të shtetit. Në draft është parashikuar mëtej edhe dispozita për lejet e punësimit stinor, duke parashikuar se pas vitit të parë të punës, punëdhënësi ka të drejtë të bëjë kërkesë për leje qëndrimi ndaj tij. Maturantët janë nështruar këtë të martë testimit të njohurive në lëndën e matematikës. Provimi i treti maturës shtetërore ka rezultuar me një nivel të lartë vështirësie për disa maturantë, për të tjerë mesatar, ndërsa kohë e vënë në dispozicion ka qenë e mjaftueshme për të zgjidhur të 60 pyetjet e testit. Mbi 27.000 maturantë janë nështruar këtë të martë provimit të detyrueshëm të matematikës, edhe pse çdo gjë ka nisur normalisht, duke u përmbajtur me përpikmëri rregullore së maturës shtetërore. Pas 45 minutash nga nisja e provimit, ka qarkulluar në rrjetet sociale teza e provimit A dhe B. Të pyetur pas testimit, maturantët konfirmojnë se pyetjet e tezës së publikuar kanë qenë të njëjta me ato që kanë dhënë në provim, edhe pse kjo nuk i ka shërbyer atyre për zgjidhjen e ushtrimeve. Jeni të djeni që ka dalë teza në kohë që u ishte në provim? Jo, s'kishim telefona me vete, s'kishim si ta dinim. Ja do shohim tash ja kemi bënë gjë. I kisha dorëzuar mjetet e telefonit gjitha këto, kështu që s'kam qenë djeni. Kto janë pyetjet, po. Po juve s'kishit të djeni? Fare. Normalisht nuk kemi telefona brenda. S'ishim djeni fare për daljen e provimit, e morëm vesh tani. Të 60 pyetjet e provimit kanë qenë me alternativa dhe zhvillim, ashtu siç ishte njoftuar edhe më parë, dhe maturantët janë shprehur se koha e vendosur në dispozicion prej 2 orësh e gjysmë ishte e mjaftueshme për të zgjedhur gjithçka. I vështirë, goxhoj vështirë. Sa do i lesh pa bë se nuk bëhen dot gjitha, po i pjesë të mirë kemi bë. Çdo gjë ishte strikt, ishte në rregull, eci shumë mirë procesi i testit. Shumica ishin të vështira. Po.
Sa pyetje bë ty? 10%. Mesatar mu duk. Kishte ca problema të vështira, apo që ai me konin njëri ishte pak e vështirë. Vetëm ajo, të tjera tu bën. Ishte dhe një që kishte dy të panjohura, domethënë, ishte pak i vështirë dhe ai, e lam deri nga momentet e fundit, po që i zgjidhe. Vështirësia e pyetjeve në provimet e maturës shtetërore është e përshkallëzuar sipas nivelit të nxënësve. 40% të tjera për nivelin mesatar dhe 20% janë pyetje të vështira që ndajnë nxënësit e 9-ës nga ata të 10-ës. 6 ditë më vonë, në datën 24 qershor, maturantët do t'i nënshtrohen provimit të fundit të maturës atij të lëndës me zgjedhja. Obeziteti morbid, një nga sëmundjet komplekse që po shton sëmundshmërinë në popullat, është trajtuar për herë të parë nga klinika e parë e kirurgjisë në Spitalin Universitar Nën Tereza përmes uljes së volumit të stomakut, duke hequr një pjesë të tij. Mjekët kanë realizuar me sukses ndërhyrjen tek një pacient obez 62 vjeç. Një 62 vjeçar i cili prej kohësh vuante nga obeziteti morbid, duke i krijuar edhe sëmundje të tjera shoqëruese, ka gjetur më në fund shpëtim në klinikën e parë të kirurgjisë në QSUT. Kjo fal ndërhyrjes me anë të teknikës sleeve gastrektomia laparoskopike, e cila kryhet për herë të parë në spitalet publike nga profesor Arvin Dibra dhe ekipi mjekëve. Ekzistojnë mënyra të ndryshme trajtimit të obezitetit morbid, ndër të cilat është edhe trajtimi i një rezeksioni të një pjese të stomaku, heqja e një pjese të stomaku, çfarë redukton volumin e stomakut dhe çfarë në pritshmërinë tonë do të prodhojë një ulje të peshës së pacientit. Akoma më interesante është realizimi i kësaj procedure nëpërmjet laparoskopisë me teknika mini-invazive, pa e hapur barkun e pacientit, çka do të ishte një problematikë serioze në një pacient me këto parametra dhe me këtë peshë. Fal kësaj teknike, pacienti ka të gjitha shanset tashmë të bëjë një jetë me cilësi. Dhe në fakt, pacienti tashmë është në ditën e 4 postoperatore dhe është në një gjendje të mirë. Një staf të mrekullueshëm, faleminderit për respektin, për ndihmën e dhënë dhe për jetën që më shpëtuat. Obeziteti morbid është një sëmundje komplekse që përfshin sasi të tepërta të dhiamit në trup, duke shkaktuar probleme të shumta shëndetësore. Obeziteti po prek shumë në Shqipëri dhe fëmijët. 13 deri në 15% e tyre klasifikohen obez. Në takimin e 8 tematik mbi pavarësinë dhe reformimin e transmetuesit publik, organizuar në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian, pjesë e diskutimeve u bë autonomia financiare dhe editoriale e këtij institucioni, përfaqësues të radio-televizionit, gazetar, por edhe përfaqësues të shoqërisë civile bën propozimet e tyre. Shtet pika të rekomandimeve nga BE mbi pavarësinë dhe reformimin e transmetuesit publik në kuadër të antarësimit e kthyen forumin e 8 në diskutime konkrete mes panelistëve. Ndërsa bën një qasje ballkanike, përfaqësuesi evropian Shorten Vojo kërkon nga radio-televizioni shqiptar të ketë një ndikim të pavarur institucional pa ndërhyrje politike, ndërsa vërehet edhe një model financimi i pamjaftueshëm. Llogaridhënia publike, thot ai, duhet të jetë e pakufizuar. Gjatë tryezës me grupet e punës, ekspertë huaj dhe shqiptar u ndalën tek pavarësia ekonomike e radio-televizionit shqiptar, çka nënkupton dhe autonominë e saj. Antarët e Këshillit Drejtues duhet të jenë shumë të mbrojtur. Dhe ndoshta të kenë një mandat më të gjatë. Le ta kenë 7 vjet. Pavarësia në kuptimin institucional që ka të bëjë me proceset e zgjedhjeve të rëndësishme, ndoshta duhen parë kritere më të forta. Duhet të ketë një regjistër që shënon ndërhyrjet në politikën editoriale. Përfaqësues të radio-televizionit shqiptar, gazetar, por edhe përfaqësues nga shoqëria civile bën propozimet e tyre. Mund ta fillojmë nga trajtimi i gazetarëve dhe pa diskutim thelbi është tek trajtimi financiar. Kalendarizimin për daljen në një periudhë afatmesme të radio-televizionit publik nga nevoja financiare nga buxheti i shtetit. Indeksimi i tarifës pa asnjë lloj diskutimi është i vonuar. Pavarësia kryesore fitohet vetëm duke pas pavarësi ekonomike. Duke qenë se unë e di shumë mirë që pensionistë të cilët jetojnë vetë, apo njerëz që jetojnë në asistenca, siç u bëhet kompensimi i energjisë, i bëhet dhe kompensimi i tarifës që paguajnë për atë shënd. Materiali është i përgatitur nga ekspertë të Këshillit të Evropës në kuadër të projektit përbashkët BEK në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, ku diskutohet për modalitetet e zbatimit që çon drejt një drafti ligjor për miratimin e tyre në kuvent.
Izraeli kërcënoi sot liderin suprem të Iranit të mos vazhdoj me sulmet ndaj shtetit hebraik se do të ketë fundin tragjik të presidentit të Irakut, Saddam Hussein. Ndërkohë që presidenti Amerikan Donald Trump ka theksuar se nuk synon thjesht një armpushim, por t'i jap fund mosmarrëveshjeve mes dy rivalëve. Nga ana tjetër, Bashkimi Evropian theksoi se paqja mund të arrihet në rrugë diplomatike. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë në Izrael përditësoi të dhënat dhe njoftoi se 154 persona u plagosën pas sulmeve të fundit të Iranit, ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, kërcënoi liderin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei se mund të ketë fund të ngjashëm me presidentin e Irakut Saddam Hussein, i cili u rrëzua nga pushteti dhe më pas u ekzekutua. E paralajmëroi diktatorin iranian të mos vazhdojë të kryejë krime lufte dhe të lëshojë raketa drejt civileve izraelit. Ai duhet të kujtojë se çfarë ndodhi diktatorit në vendimshim Iranin, i cili ndoqi të njëjtin rrugë kundër Izraelit. Në SBA, presidenti Donald Trump tha se po shqyrton një zgjidhje më të mirë se një armpushim mes Iranit dhe Izraelit, duke shtuar se dëshiron një fund të vërtetë të konfliktit. Ne po kërkojmë diçka më të mirë se një armpushim. Ne nuk po kërkojmë thjesht një armpushim. Sipas kryediplomates së Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, zgjidhja për të adresuar programin bërthamor të Iranit duhet të vijë përmes diplomacisë. U bëjmë thirrje të gjitha palëve të respektojnë ligjin ndërkombëtar, të tregojnë përmbajtje dhe të shmangin veprime që mund të dalin jashtë kontrollit. Irani nuk mund të ketë një bombë bërthamore dhe diplomacia është zgjidhja për ta parandaluar këtë. Në ditën e 5 të konfliktit, Garda Revolucionare e Iranit tha se goditi me raketa godinën e Agjencisë së Inteligjencës së Izraelit Mossad, ndërsa Tel Avivi njoftoi se ushtria izraelite vrau një komandant të lartë ushtarak iranian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i bëri thirrje udhëheqësit të Iranit Ayatollah Ali Khameneit që të dorëzohet pa kushte pasi Shtetet e Bashkuara kanë kontroll të plotë mbi Iranin dhe e din vendin ku është fshehur lideri iranian. Presidenti Amerikan Donald Trump i ka kërkuar udhëheqësit të Iranit Ayatollah Ali Khamenei që të dorëzohet pa kushte. Ne dim saktësisht se ku fshihet jashtë quajturi udhëheqës suprem. Ai është objektiv i lehtë, por është i sigurt atje. Ne nuk do ta vrasim atë, të paktën jo për momentin, por ne nuk duam që raketat të qëllohen drejt civilëve ose ushtarëve amerikan. Durimi ynë po mbaron, tha presidenti amerikan përmes një postimi në Truth Social. Ai shtoi se SBA ka kontroll të plotë mbi hapësirën ajrore iraniane. Irani kishte pajisje mbrojtëse gjurmuese të mira dhe kishte shumë, por nuk krahasohen me ato të projektuara, zhvilluara dhe ndërtuara në Amerikë. Askush nuk i bën gjërat më mirë se sa SBA, u shpreh kreu i Shtëpisë së Bardhë. Njoftimi i Trump erdhi pasi më herët ministri izraelit i mbrojtjes Israel Katz kërcënoi Khamenein se mund të kishte një fund të ngjashëm me presidentin e Irakut Saddam Hussein, i cili u rrëzua nga pushteti dhe më pas u ekzekutua. Ndërkohë, këtë të martë, për herë të parë që nga fillimi i konfliktit, ka reaguar edhe presidenti kines Xi Jinping, i cili tha se vendi i tij është thellësisht i shqetësuar nga përshkallëzimi i papritur i tensioneve në lindjen e mesme, duke thënë se Kina kundërshton çdo lloj akti që shkel sovranitetin, sigurinë dhe integritetin territorial të shteteve të tjera. Konflikti ushtarak nuk është mënyra për të zgjidhur probleme dhe përshkallëzimi i tensioneve rajonale, nuk është në interesin e përbashkët të komunitetit ndërkombëtar, tha presidenti kines krahas homologut kazak, Shavkat Mirziyoyev, në kryeqytetin e Kazakistanit Astana. Në ditën e 5 të konfliktit, mediat ndërkombëtare kanë raportuar se forcat ajrore izraelite goditën televizionin shtetëror iranian, ndërsa Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se kishte goditur me raketa godinën e Agjencisë së Inteligjencës së Izraelit Mossad. Tel Avivi njoftoi gjithashtu se ushtria izraelite vrau një komandant të lartë ushtarak iranian dhe shtoi se sulmet mbi Iranin do të intensifikoheshin në orët në vazhdim. 5 shtetat shqiptar që ndodheshin në Izrael janë larguar në mënyrë të sigurt nga territori izraelit përmes Egjiptit. Lajmin e ka bërë të ditur ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani përmes një statusi zyrtar në rrjetet sociale. Aktualisht ata ndodhen në Egjipt dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore. Kthimi i tyre në Shqipëri pritet të ndodhë brenda pak ditësh. Ministri Hasani thekson se largimi dhe kthimi i tyre u mundësua nga Ministria për Europën dhe punët e jashtme nëpërmjet ambasadës shqiptare në Tel Aviv, ambasadës në Kairo, si edhe angazhimin e konsullit të përgjithshëm të Shqipërisë në Liban. Udhëheqësit e G7-s bëjnë thirrje për shtensionim të situatës në lindjen e mesme dhe për armpushim në rripin e Gazës.
duke hezituar më parë në mbështetjen e një deklarate të përbashkët të vendeve të G7-s mbi situatën në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump u dorëzua duke e miratuar atë përpara se të largohej në ditën e parë të takimit. Ne kërkojmë që zgjidhja e krizës iraniane të çojë në një ulje më të gjerë të armiqësive në lindjen e mesme, duke përfshirë një armpushim në Gaza, thuhet në deklaratën e lëshuar nga Kanadaja. Në të bëhet me dije se Izraeli ka të drejtë të mbrohet dhe theksohet rëndësia e mbrojtjes së civilëve, ndërsa përshkallëzimi i sulmeve mes Iranit dhe Izraelit ka rritur numrin e viktimave nga të dyja palët. Udhëheqësit e Britanisë, Kanadas, Francës, Gjermanisë, Italisë, Japonisë dhe Shteteve të Bashkuara deklaruan gjithashtu se Irani nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore. Ne do të mbetemi vigjilentë ndaj ndikimit në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe do të jemi të gatshëm të koordinohemi, përfshirë edhe me partnerët me të njëjta qëllime, për të mbrojtur stabilitetin e tregut, mbyllet deklarata e 7 liderëve. Pas fotos së përbashkët me udhëheqësit e tjerë, Trump njoftoi se duhet të kthehej sa më parë në Washington për shkak të një çështjeje të rëndësishme, ndërsa më herët në rrjetin e tij Truth u bëri thirrje të gjithë iranianëve që të evakuohen menjëherë nga Teherani. Pas largimit të tij të parakohshëm nga Kanadaja, Trump qortoi homologun e tij francez, duke akuzuar Emmanuel Macronin se ai kishte keq interpretuar arsyeën e largimit të tij. Trump mohoi se ishte kthyer në Washington për të punuar për një armpushim mes Izraelit dhe Iranit. Është diçka më e madhe, u shpreh ai. Ne ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Natën e mirë.